Sot është ditë e diel dhe jam në një seminar ku flasim për komunikacionin non violenta, sepse dua gjithmonë dhe të përmirësoj më shumë trajnimet e mia, sepse më pëlqen të ndihmoj një njeri që të shkëputet nga një varësi, që është bardhës ose varësi të tjera, por më pëlqen që ta ndihmoj që të kujdeset për veten. Dhe një nga gjërat kryesore është ta ndihmoj një njeri që përmirësoj mendimet që ka për veten e vet, sepse shpesh herë kush ka një varësi trajton keq veten e vet dhe nuk ka mendime të mira për veten. Dhe ky investim që unë po bëj te vetja ime, që të dielën mend që ta kaloj me familjen time, e kaloj këtu për të mësuar një komunikim më të mirë, komunikim jo të dhunshëm, sepse komunikacioni non violenta është të mësosh komunikimin jo të dhunshëm. Mirë, po mbi të gjitha duhet të përmirësojmë komunikimin me veten tonë, edhe të ndryshojmë dhe mendimet që kemi për veten tonë. Kjo është objektivi, kjo është misioni që kam unë për të përmirësuar trajnimet e mia, të ndihmoj një njeri që të përmirësoj mendimet që ka për veten. Jo vetëm që të largohet nga një varësi, të fillojë të kujdeset për veten dhe të përmirësoj mendimet që ka për veten.